Rovena Dilo flet për herë të parë për partnerët që ka pasur në jetë dhe ndarjet me ta. Rovena Dilo ka folur për jetën e saj private. Ajo ka treguar arsyen pse nuk ka patur një moment stabil në jetë dhe pse kanë ikur partnerët që ajo ka pasur. Unë e shoh si stabilitet, pastaj varet nga këndvështrimi. Unë kam patur marrëdhënie të mira, të gjata, të stabilizuara, por që kanë patur një fund. Por kjo nuk do të thotë se nuk kanë qenë serioze. Kjo nuk do të thotë që nuk e kanë kryer ciklin, që nuk kanë qenë të plota, edhe pse nuk kanë vazhduar. Mendoj ndoshta nuk kanë vazhduar sepse nuk më është dashur mua të bëj kompromise deri në fund. Për shembull, kur vjen një fëmijë, njeriu bën kompromise me partnerin. Njeriu bën shumë kompromise në jetë. Marrëdhënia ka toleranca, të lëshosh pe, të duash e tjerë, por ka momente që lodhet marrëdhënia. Ka njerëz që e durojnë lodhjen, ka njerëz që nuk e durojnë. Kur ti nuk ke një fëmijë, nuk pyet pse ta duroj, pra nuk bën një kompromis që dy prindër mund të bëjnë për fëmijën e tyre. Po ka qenë shumë e fortë dhe e gjatë gati 12 vite dashuria. Kjo dashuri më ktheu dhe nga Greqia. U ezaurua si lidhje, njerëzit nuk rriten njësoj. Ka njerëz që rriten, ka njerëz që nuk rriten. Unë mendoj që çdo vajzë thellë kërkon babajnë, kërkon një model të ngjashëm me atë që është rritur. Siç duket në thelb, unë thellë kam kërkuar babajnë dhe nuk e kam gjetur dot.